Liçeni i Pogradecit, një prej liçeneve më të bukur që Shqipëria ka, rreth 358 kilometra katror. 1/3 ati është pjesë e Shqipërisë, 2/3 ati janë pjesë të Maqedonisë, mbas shumë diskutimeve të bëra në vitet 24-25 dhe që përfunduan me protokollin e Firencës që u firmos, ku 2 pikat kryesore, Vermoshi dhe Shënaumi, u diskutuan deri momentet e fundit midis delegacionit shqiptar dhe delegacionit jugoslav të asaj kohe. Jam në pjesën e mbrapme të Gadishullit të Linit, një prej gadishujve më të bukur të liçenit dhe absolutisht perl së bashku me fshatin e Linit, një prej fshatrave më të bukur që ka gjithë Shqipëria, një fshat ku të gjitha shtëpit dalin në det. Liçeni i Pogradecit, ose liçeni i Ohrit, Pogradecit thirret nga ana shqiptare, i Ohrit nga ana tjetër, është pasuri e UNESCO-s. Fillimisht, linja e tij bregdetare që prej vitit 1978 në pjesën e Jugosllavisë dhe që prej vitit 2019 dhe gjithë linja bregdetare breg liçenore e Shqipërisë. Po të vini re, jam komplet mbi Gadishullin, të gjitha ato që po shihni përballë janë baçet personale që punohen nga banorët e Linit, edhe pse nuk aksesohen dot nga toka, po vetëm nga deti, janë të rregulluara pra po të shihni, duhet shkosh me varg deri atje, ndërkohë që kjo pjesë e liçenit është jashtëzakonisht e pastër, në 2-3 vende mund ta shihni se sa e bukur është. Liçeni është ndër liçenet më të kthjellët, pra më transparent të Ballkanit dhe liçeni më i thellë i Ballkanit, me një thellësi që shkon rreth 289 metra në mos gaboj. Po të vini re, mjafton për kule shtu për të kuptuar se sa transparent është uji, ka një vizibilitet deri në 20 metra, është shumë e bukur kjo pjesë. Pjesë e UNESCO-s është Lini dhe Driloni, janë të 2 pikat kryesore, nuk është futur Pogradeci, si dhe gjithë Gadishulli i Linit, i cili është po ashtu ansambël muzeal. Është i famshëm në Shqipëri edhe për pushimet e gjithë liçeni i Pogradecit, madje ka qenë vendi i preferuar i diktatorit Enver Hoxha, i cili kalonte që prej vitit 1960 deri në vitin 1985 që ndroi jetë, ka kaluar pushimet në zonën e Drilonit, ku ndodhet ende sot vila e tij dhe vendi ku ai qëndronte zakonisht. Kjo është pjesa më e panjohur, është pjesa e cila vjen në lindje të Gadishullit. Menjëherë mbas këtij Gadishullit, pra mbas kësaj kodrës tu, është pjesa e Linit, pjesa e fshatit, ndërsa në anën këtej jemi përballë zonës maqedonase. Në mos gaboj këtu diku është Ohri, ndërsa në anën tjetër atje është Struga, të 2 qytete që janë po ashtu pasuri e UNESCO, sidomos Ohri, ndërsa në këtë drejtim me të kaluar majën e pjesës së Hundës, sepse Gadishulli është këtu, shkojmë në drejtim të Drilonit dhe qytetit të Pogradecit. Ndërkohë jam me vizit Pogradec për të folur pak. Aleksandër, do vish këtu apo Elshon do të Elshon? Vetëm duhet të vendos mikrofonin tjetër apo s'ka gjë se dëgjohet me timin. Okay. Tani, zakonisht me turistët, çfarë bën si rrugë? Një itinerar nga Pogradeci, ndalojmë tek Palafitet, e zbuluara, është një atraksion i jashtëzakonshëm sepse tregon historinë 8500 vjeçare, fermerët e parë në Europë. Më pas vizitojmë Gadishullin e Linit, Që është pjesa më e bukur. Kjo është pjesa më natyrale, më e vigjër që kanë mbetur rreth e qark liçenit, mendoj. Po ato varkat i kanë që të baçeve? Këto janë baçat personale të banorëve të Linit, në të cilat i shfrytëzojnë her pas here për kultura të ndryshme bujqësore. Pra këtu mbjellin, edhe vinë me varg. Vinë me varg, vinë nga shtegu këtu lart drejt. Njëkohësisht gjatë sezonit të verës i shfrytëzojnë edhe për plazha. Për plazh? Po. Që plazhi më sekret në Shqipëri. Vihet vetëm me varg, edhe sa interesant është, po plazhin ku e bëjnë tamam? Po diku ku të munden. Madje ka shumë banorë, shumë turistë. Mos keni një plazh nudist këtu? Po her pas here. Ka? Kush bën plazh nudo këtu? Tek pull. Nordikët se ata e kanë zakon. Po në pjesën këtej dalin pjesën e madhe të liçenit pastaj, ja? Dalin në pjesën e gjerë të liçenit, largohemi Linit, po. Pjesa më e madhe është në Maqedoni e liçenit, Pjesa më e madhe në Maqedoni, 2/3 janë të Maqedonisë. Këtë quan ti pjesën më të bukur të liçenit? Pjesa më e bukur e liçenit thash edhe kjo këtu është pjesa e Gadishullit të tij, është e paprekur nga ndërtimet apo është shumë natyrale.
Duket edhe kështu është sepse edhe vetë liçeni është i tillë dhe të jep atë ndjesi dhe ti këtu e shijon apo e përjeton atë. Po pjesë tjetër të bukur atë Pogradecit për të vizituar, kush janë? Po Driloni është parku ujor i Drilonit. Edhe Driloni shumë i bukur. Pjesa maqedonase është e bukur, po jemi në tokën shqiptare, në pjesën shqiptare. Kështu që Po ka gjire të vegjël. turistët në përgjithësi liqen këtë zonën e Linit vinë, Në zonën e Linit dhe ka shumë kampingje gjatë rrugës nga Lini deri në Pogradec. Qa janë turistët më shumë që të shoqëron? Po turistët janë këto vitet e fundit kemi patur shumë francezë, nga që kemi Francezë, patur komunikime të vazhdueshme. Po gjerman ka plus, Kush gjermanët kanë qenë më të Kush janë më tekanjozët, në thuaj të drejtën? më tekanjozët spanjollët. Spanjollët, pse? Po, kanë eksperiencat e tyre. Edhe janë të lodhshëm me këtë, po më të mirët kush janë? Më të mirët janë zvicerianët, austriakët. Po gjermanët? Gjermanët diku në Se austriakët janë të mirë, i jep komandën edhe e marrin, nuk kanë lidhje fare. Po me ushqimin, kush janë zonat më të mira të ushqimit në Pogradec? Ushqimi është tradicional, pak a shumë gatuhet një lloj, le ta quajmë në Pogradec, por është një ushqim shumë i shishëm. Shishishëm. Edhe është besoj organik se këtu rreth e rrotull nuk ka shumë se prodhime. Ka shumë fshatra të cilët kanë ato kulturat e tyre dhe ja bio gjatë sezonit vetë të ndryshme. Po pjesa Mokrës nuk ka filluar akoma? Pjesa e Mokrës po, pjesa e Mokrës me rrugën që u bë re dhe ajo ka një ndikim shumë të mirë në rikthimin e banorëve të cilët duan të investojnë dhe të vazhdojnë atë traditën e tyre. Mokrës. Dgjoj, po ka çik thellë është gjithmonë liçeni? Liçeni është shumë i kthjellët, po. Ka në moment kur të trazohet? Po zakonisht pas shirave. Pas shirave. Pas shirave të mëdhenj, të cilët kanë aluvionet e tyre dhe edhe është problem pasaj? Po jo problem. Po kur bie borë është bukur? Është shumë bukur sepse ke dhe verë dhe borë, është ajo thënia e vjetër, edhe po ti del liçen kur bie borë? Po dalim. Është bukur? Madje lajemi në 6 janar për hedhjen e kryqit. E ke kapur ndonjëherë kryqin? Shoqëria tonë. Ti vetë se ke kapur dot, a? Jo. Mos që nga hedhur si duhet. Do të thënë kur del ti dhe është gjithë borë dhe ti je në mes liçenit, a? Është tjetër histori. Bëhet më blu liçeni e kam parë kur është. E përjetojnë peshkatarët, ata janë të përditshëm. Peshkatarët, po me Koranin si jeni? Se sikur po shtukej pak. Ka një farënje, por përsëri ka. Është një habitat i madh, shumë i thellë liçeni, kështu që. Po me bicikleta më thej që vinit nga Pogradeci? Pogradeci në Linë. Sa bëhet nga Pogradeci në Linë me bicikletë? Rreth 40 deri në 50 minuta në varësi të ecjes. Për turistët mund të aksesohet gjithë linja bregdetare, linja breg liçenore? Po e kemi dhe atë, e ofrojmë edhe me e-bike, ndërkohë ka turistë me e-bike, po sa e bën dot të gjithën? Po shkon deri 5-6 orë, 7 orë, 8 orë, në varësi të ndalimeve. 8 orë? Po. Të nisesh nga Pogradeci dhe thesh në Pogradec duke hyrë nga Maqedonia? Nises 8 të mëngjesit, arrin në orën 4-5 masdite, ama është një ditë super e kaluar në Pogradec. E diti atë barcaletën? Ka qenë një barcalet që e tregojnë Korç. I thot njëri tjetrit, i thot dua thot ble një makinë, ç'të ble? Tha i bli Volkswagen. Pse i tha? Se Volkswagen tha nisesh në 6 në Korç, në 6:30 në Pogradec. E mirë tha, kur shkoj ai e pa me Renault. I tha po më thash bli Volkswagen, tha po ç'të bëja që në 6:30 në Pogradec. Ti dash që ti kthesh që në 5:30, çdo bëjnë që në 5:30 turistët. Po është në varësi të kërkesës së tyre. Ata e shijojnë në forma të ndryshme, po. Shiheni në mes liçenit Pogradecit, është absolutisht nga liçenet më të bukur që ka Shqipëria dhe një nga vendet që ka qenë turistike. Domethënë, nëse flitet për perlat turistike të Shqipërisë së mëparshme, kanë qenë Durrësi që ishte një zonë afër Tiranës, Saranda që konsideroi perla turistike dhe Pogradeci. Këto kanë qenë 3 pikat kryesore të turizmit. Tani turizmi i shtuar për fat keq Pogradeci u rrudh një periudhë kohe, nuk e pati më famën e dikushme, por po e rikthen si një nga vendet më të bukura të Shqipërisë. Faleminderit. Faleminderit. Tes mbar. Faleminderit edhe ju.